Opinionisja e Big Brother VIP Albania 4, Neda Balluku, ka dhënë një reagim të saj sa i përket fëmijëve që njerëzit u alan prindërve të tyre. Neda në reagimin e saj ka thënë se çdo 10 hapa shoh fëmijë me gjyshrit e tyre. Ajo këtë ecje ka bërë nga liçeni i Tiranës dhe e ka vrejt këtë dukuri të shpesht në çdo 10 hapa sipas saj. Se për çfarë ka fjalën Neda Balluku, ndiqni videot në vijim dhe vërtetojnë edhe vet. Vlen të cekim se Neda nuk është kundër lindjes së fëmijëve, siç e thotë edhe ajo vet, mirë po është kundër obligimit që disa prindër u alan gjyshërve për të kujdesur për fëmijët e tyre. Ky është reagimi i plot i Neda Ballukut gjatë ecjes së saj ku dhe ka hasur në këtë dukuri që sipas saj nuk është e hishme. Tani duke qenë se këtu të liçeni çdo 10 hapa shoh vetëm gjyshër me fëmijë të vegjël dhe është një vap dhe torturohen shkretët nga 60+ vjeç me shty karrocën e kalamajve tuaj me mos me aprish tekave dhe kapriçove të kalamajve tuaj. A ka mundësi mos ja lini kalamajt prindërve se u anxit jetën edhe i morët dhe ato pak vite që u kanë ngelur për t'jetuar, sepse kanë vujt me prindërit e tyre, me familjen e tyre, të gjithë të varfër, të gjithë pasin dhe mundësie, pjesa dormuese, u ka dalë shpirtit ju rrisi ju, tash duhet me u majt dhe kalamajt. Mbajni vetë kalamajt, çojni në qerte apo në shkolla, ose mos bëni kalamajt. E gjithë jeta e njeriut ndahet në 2 pjesë. Cila do qoftë jeta e njeriu, ndahet vetëm në 2. Vitet që lufton edhe përpiqesh, dhe pastaj janë vitet që ti korr edhe merr frytet e gjithë shkaje për cilën je përpjekur dhe ke luftuar. Dhe nuk mund të jetë pjesa e dytë e jetës tënde vazhdimi i shërbimit të tjerëve. Ti shërbesh kalamajve, ti shërbesh nipërve dhe mbesave. Vitet e pensionit, vitet e pas 55-ës, 60-ës, janë vite që njeriu duhet i ketë ekskluzivisht vetëm për veten e vet. Të shijojë atë që për cilën ka luftuar gjithë jetën. Dhe ju i detyroni të durojnë quravecat që ne sillim në jetë. Ti mbajnë aty, ti mbajnë peng deri në fund prindërit që mos vdesin pa u dalë shpirti. Është të mërshme. Tani, ju dua fort, po mos na çani shumë kokën me këtë muhabetin e si thua ti, mos bëni kalamaj. Të keqen, se gjithë i dum kalamajt tanë, dakor? Vdesin për kalamajt, janë bekim kalamajt, e dim. Okej? Nuk është lajm i ri. Po ti lesh kalamajt e 2025-ës, që si durojmë dot ne. Edhe ndonjëherë nuk japim dot ne vetë drejtim. Aq të frikshëm janë, aq të zhvilluar, edhe të iluminuar, dhe të çliruar qysh në veçli janë. Imagjino sa mund t'ja dalin dhe sa kosto mendore është për gjyshërit që janë komplet brez tjetër, me cilët dhe ne vetë kemi kontradikta për çështje brezi, se jemi është ndarë gjëja në 90-ën. Ka ndryshuar komplet çdo gjë nga ana sociale, nga mënyra se si konceptohen gjërat e tjera e tjera. Por kjo s'ka ndryshuar. Vazhdojmë me traditën e mbajmë prindin peng, brez pas brezi. Dakor?